Vizitën në Drenicë nuk e patën të qejfit. Kjo mbledhi e jashtëzakonshme e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, mëngjesin e së premtës, erdhi pak orë pas barkimit të njësive speciale në Skënderaj. Imazhet e paraqitura nga rajoni 02, Gucati tha se ja kthyen kujtimet e dhimbshme të luftës, derisa shtoi se mbrapa asaj që e quajti shtet rrethim, gisht kanë institucionet. 17 pika në komunën e Skënderit kanë qenë njësia speciale. Kanë qenë marrë në gjata. Ka qenë një shtetë rrethimi pa nevojshëm. Nga qeveria Albin Kurti dhe nga ministri i punën Mërashën Xhelal Sfeqa. Edhe nënkryetari i kësaj komune, Fadil Nura, është i bindur që skelat e mbrëmshme kanë motive politike. Ishte urdhër politik i paq, i qartë, dhe për urdhër politik nuk kemi nevojë. Uniforma e shtetit, për këtë uniformë janë udhër gjak, janë ndërtu institucionet, do të kemi respekt. Nëse kjo forcë e treguar mbrëmjen e së njëjtës përdorët ndaj Samil Ushtakut, bashkëluftëtarët e tij thonë se s'do të rrinë duar kryq. Nëse tentohen që të arrestojnë Samil Ushtakun me dhunë dhe përdorë dhunën ndaj tij, atëherë dhuna do të kthehet bumerang. Ju them sinqerisht juve të Drenicë, po tërë territori i Kosovës, gjitha komunat do të organizojnë protesta dhe demonstrata. Ndërkohë, ai që tha se urra nga Samil Ushtaku e ka një arsyetim se pse ja dha epitetin e rënd publik, që dyshohet se u bë shkak i krejt hallakamës. Sa i përket temit Samil Serbian, ka qenë ironi ditën kur zoti Ushtaku i ka mbyll 2 ambulancat në banjë. Unë kam bërë një ironi me zotin Ushtaku dhe opozitën që i thonin zotit Kurti se ti po na prish me Amerikën të mshel strukturat paralele. Mehani i VV-s pas qëndrimit në spital gjatë natës, me të zbardhë mëngjesi u lirua për në shtëpi.